bajda foto dhe inqizime, pastaj vazhdonte gjiri Valdanosit poshtë, edhe aty do vazhdojmë anije, ku do pajmë shpellat e vjetra të ullqinit vjetër, para 2000 vjetë si ka qenë ullqini vjetër. Nga Ullishtat ikim drejt Valdanosit, që me dekada ishte bazë ushtarake dhe ku qasja ishte ndaluar. Ku jem tash? Ku na prunet? Përshëndetje. Kesh kej gjiri Valdanosit, ndërsa kë pozicion to, se kë vend to ishte vendi ma unikat. Unikat ishte për arsye sepse këtu nuk mundet më mrit as me makinë, as me motor, dhe me thanë me mjet me transport 2 gumash ose 4 gumash nuk mundën me mrit, i vetë me mënyrë me ardh deri këto, që duhet me shtu edhe një gjanë, nuk mundën me mrit as në kam. I vetëmi mënyrë që më ardh deri këto ishte me anije. Dhe me thanë kja thiret shpella e zanave, për ndryshe në këtë shpel ishte 4 stepen ishte ma aftoft sepse 4 grad ishte ma aftoft se jashtë, se pjesa tjetër e gjirit, edhe interesante ishte se në këtë pjesë edhe ka edhe shpellat vogla tjera, në të cilën ka edhe ujë të pishëm. Ka ujë të pishëm në pjesat të tyne shpellave të vogla që janë. Do me thënë, normalisht në tash jo bashkë me mu të shahim në këtë shpellën, edhe ka dalin atje, të shpa shofim krejt. Po bona gati, po futëm nëj, se era që ke marrë shorcet, po s'kem qa me të boty. Po që ishte në të rritë? Që ka s'ka që mështë të rritë? Uje filloj me pak me oktof, ka burime të ujit të thjesht, dhe të ujit njën, jo po ujit amër, si të. Këtu s'ka i riqa sepse nuk ka edhe djel. Edhe dalja, po dalim prej kësë shpelët. Opa! Okay, go to the boat. Super! Bravo! Hajde po hypje edhe në. A znash ti da evo 20 godina mature za 14? 20 godina da ukažem. Mi smo bili kod Ogija. Inshallah smo preći kjo Pjetra. Mbrapa meje, gjendet villa e një personazh shumë të njohur. Abramovici, një super vill. Abramovici nëse se dini është pronari i Chelsea ose ka qenë pronari i Chelsea dikur, i jashtëzakonshëm. Ndërsa kjo është plazha rreth shtëpisë të tij, quhet plazhi i Kristal. Nëse vime anije diku për 10-15 minuta prej Valdanosit, plazhit të Valdanosit. Ndërsa përballë e ka ullqinin e vjetër, një ishull që quhet ullqini i vjetër, flasim për pak për të. Mu përballë kësaj ville e të tjerave që kushtojnë deri në 20 milion euro, apo më shumë gjendet edhe ullqini i vjetër. Tash jemi të ishulli, i cili këtu ka qenë ullqini i vjetër, jem të u këthym rapa me mina vjetë, deri në vitin 1979, kë ishull ka qenë bukfalisht gadishull, dhe me thanë ka qenë i lidhun, në vitin 79 ka qenë termeti, edhe termeti e ka da ose e ka rëzu pjesën ka në hum, dërsa ba me hulumtu pak sa poshtë në noj,
na mundën me pa pjesë të vjetra që kanë met ende, domethënë pjesë mi vjeçare të ulçinit vjetër, ndërsa kur sillen në mbrap të pashofim që kanë met alada murinj të vjetra, domethënë janë murinj mi vjeçare, pjesë që dëshmojnë që tu ka qenë përpara ulçini vjetër. Domethënë jena të fol për jena kthy mbrapa mina vjet. Domethënë për mi 2000 vjet mbrapa.